Ushqimi sekret që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Ushqimi që provon shëndetin e trurit është thelbësor edhe për funksionet njohëse. Ngrënia e ushqimeve të duhura ka një ndikim të fuqishëm sepse truri ka nevojë për një furnizim të vazhdueshëm me lëndë ushqyese që të funksionojnë në mënyrë optimale. Ushqyesit ndihmojnë në mbrojtjen kundër niveleve të larta të stresit, reduktojnë inflamacionet dhe mbështesin gjithashtu edhe rritjen e qelizave të trurit. Nutricionistja Lisa Andrews sugjeron disa ushqime të cilat janë të mira për shëndetin e trurit dhe përmirësojnë përqendrimin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Arrat janë ndër ushqimet më të shëndetshme sepse ofrojnë një sër përfitime shëndetësore. Arrat në veçanti janë të shkëlqyera për shëndetin e trurit për shkak të përmbajtjes së tyre të pasur me acide yndyrore omega 3. Avokado gjithashtu është e shkëlqyer për shëndetin tuaj të trurit. Andrews tregon se ato kontribojnë në rëndësinë e yndyrnave të ngopura, të cilat dihet se ulin kolesterolin dhe pengojnë gjithashtu edhe vetit inflamatore që çojnë në rënien e kujtesës. Perimet me gjethe jeshile janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në rastin tuaj, duke përfshirë gjithashtu edhe spinaqin. Janë heronjtë e vërtet të fushës së shëndetit, të fokusit dhe kujtesës. Andrews vëren se zarzavatet me gjethe janë të pasura gjithashtu me vitaminën C, beta-karoten dhe antioksidant të tjerë që ndihmojnë në vonimin e plakjes së trurit dhe gjithashtu në rritjen e përfitimeve të kujtesës. Këto fruta të vogla dhe të fuqishme ofrojnë një sër përfitimesh. Boronicat, të njohura për vetitë e tyre antioksiduese, bëjnë mrekullim për shëndetin dhe përqendrimin e trurit dhe japin gjithashtu rezultate fantastike në fuqinë e tij. Gjithashtu peshku yndyror është një tjetër produkt fantastik që mund të luajë një rol të mirë në fuqinë e trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Peshku yndyror, si salmoni, sardelia dhe tofuja, janë burime të shkëlqyera të acideve yndyrore omega 3, që ndihmojnë në përqendrimin dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve tuaja të kujtesës. Brokoli, i pasur me antioksidant dhe vitaminën K. Brokoli konsiderohet si ushqimi me vlera më të larta ushqyese dhe është një burim për forcimin e memorjes. Farat e kungullit. Të paketuara me antioksidant të fuqishëm, farat e kungullit mund të mbrojnë kështu shëndetin tuaj të trurit nga dëmet e radikaleve të lira. Gjithashtu në dietën tuaj mund të konsumoni edhe vezë. Veza është e pasur me vitaminën B6 dhe me vitaminën B12, shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të trurit. Prandaj edhe konsumi i tyre sipas studimeve është një zgjidhje shumë e mirë e kolinës për një memorje më të mirë dhe përqendrim më të lartë. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën, ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase. Krahas të mirat që vijnë për trupin dhe për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë edhe për gra shtatzana. Vaj i ullirit gjithashtu cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për një kujtesë më të fortë. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon të menaxhoni peshën tuaj, të kontrolloni gjithashtu nivelin e sheqerit në trup, të lehtësoni simptomat të depresionit dhe të mbroheni edhe nga një sër problemesh kronike, të cilat mund të rëndojnë edhe më shumë në shëndetin tuaj. Ndaj, konsumi i vajit të ullirit në dietat tuaja të përgjithshme mund të jetë një zgjidhje lehtësuese. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në trup. Këto janë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë që kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina të tilla si fosfori, zinku dhe kaliumi, të cilat janë mjaft të rëndësishme në aspektet e kujtesës suaj.
duke renditur kështu edhe përfitimet që ka në shëndetin e trurit. Salmoni gjithashtu është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, forcimin e duhur të tiroides, luftën kundër komplikacioneve të nyjeve dhe ndërton edhe inteligjencën të të vegjëlit, citon studimi. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe arrat. Duke i konsumuar brenda normës lejuar, mund të kthehen në një bazë të vërtet ushqyese për shëndetin tuaj të trurit. Sa më cilësore të jenë ato, aq më shumë element të acidit alfa-lineolik do të ofrojnë në dietën tuaj. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjentë dhe më mendjeprektë, pra arrat ndihmojnë në funksionet më të mira të shëndetit të kujtesës. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, ato përmbajnë edhe vitamina dhe shumë ushqyes që luftojnë edhe problemet e kolesterolit, luftojnë diabetin gjithashtu edhe ushqejnë shëndetin e lëkurës. Prandaj, duhet të kombinoni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale për të rritur performancën e trurit dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet që i kanosen atij. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e saj të mëdha anti-inflamatore, mund të detyrojë shumë element flavonol, të japin rezultate fantastike në shëndetin e trurit, që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe gjithashtu edhe në fuqizimin e tij. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë, sidomos edhe për të optimizuar shëndetin e kujtesës. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura me vitaminën B6 dhe me vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të vjetrat. Duke i kombinuar si duhet në dietën tuaj, do të luajë një rol fantastik edhe për shëndetin e trurit. Arrat, gështenjat dhe të gjitha llojet e farrave gjithashtu mund të jenë një aleat i mirë për shëndetin e kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së shtuar të antioksidantëve, siç është omega 3, omega 6 dhe gjithashtu edhe elementëve të tjerë ushqyes që mund të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Prandaj, sa më shumë të pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, siç janë për shembull edhe arrorët, aq më shumë element do të merrni për shëndetin e kujtesës. Edhe frutat mund të cilësohen një element i mirë ushqyes për një kujtesë të fortë dhe të shëndetshme gjatë gjithë kohës. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruti, i cili mund të japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni çajin. Bëni mirë që të harroni kafen e mëngjesit dhe më mirë të konsumoni një filxhan me çaj. Çaji i zi, por akoma më mirë edhe ai i jeshil, është shumë i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksidant që ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin kundër këtyre inflamacioneve, duke siguruar një shëndet më të mirë të kujtesës dhe duke lehtësuar problemet e saj, citoi studimi. Edhe drithrat mund të luajnë një element pozitiv në shëndetin e trurit. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit më në zë janë gruri, misri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dedikuese, janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Sidomos, efekti pozitiv i këtyre ushqimeve i detyrohet edhe përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminave B, gjithashtu tiaminës, të cilat nga ana e tyre mund të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e funksioneve të kujtesës. Kjo bëhet fjala në kombinimin e tyre gjatë gjithë vitit dhe gjithashtu do të keni një kujtesë më të mirë në pleqëri. Nëse gjendja juaj është acaruar ose vuani nga sëmundje të pakurueshme, këto ushqime nuk do të kenë ndikime për ju, por konsumi i këtyre ushqimeve gjatë gjithë viteve mund të jetë një element pozitiv për shëndetin e kujtesës suaj, citon Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.